Konfirmohet ndarja mes Big Bassës dhe Vesalumës, çfarë ndodhi mes çiftit të këngëtarëve. Big Basta dhe Vesaluma, një nga çiftet më të njohura të skenës muzikore shqiptare, po flitet se po kalojnë në një krizë. Tashethemet nisën të marrin vrull pas futjes së Big Bastës në ferma VIP 2, një vendim që sipas burrimeve nuk është mirëpritur nga Vesa. Por ajo që shtoi edhe më shumë dyshimet ishte përgjigja e reperit kur u pyet për kë do e merrte më shumë malli gjatë qëndrimit në fermë. Djalin u përgjigj ai dhe kur u pyet nga Luana, vetëm për djalin, shtoi edhe familjen, pa e përmendur fare Vesën. Sa kaq Vesa nuk ka bërë asnjë postim mbështetës për Big Bastën në rrjetet sociale, ndërkohë që një tjetër detaj u vure gjatë qëndrimit të tij në shtëpi. Në shtëpi është vënë kënga e Vesës dhe ai nisi të këndojë dhe kërcej së bashku me banorët e tjerë, por sërish përshëndeti vetëm të birin, jo Vesën. Pak ditë më parë, u shkruajt se ftesa e fermës VIP 2 për Big Bastën i ka sjell atij probleme me bashkëshorten Vesën. Sipas raportimeve, burimet pranë tyre kanë konfirmuar se çifti po kalon një periudhë të vështirë. Shkaki i kësaj përçarje duket se është pjesëmarrja e reperit në këtë format, ku pjesë u bë mbrëmjen e së hënës. Vesa dhe Big Basta shpesh postojnë së bashku duke treguar dashurinë dhe mirënjohjen ndaj njëri tjetrit. Kujtojmë që dhjetorin e vitit 2024, dyshja u shfaq në Paris për të festuar për vjetorin e propozimit për martesë. 12 vjet më parë, në kulmin e dashurisë së tyre, dy këngëtarët e përjetuan në Paris çastin më të bukur të lidhjes së tyre, që më pas do të ndryshonte tërësisht jetën. Vesa dhe Big Basta ju rikthyen të njëjtit vend me kujtime të gjalla për ditën e tyre më të bukur. Natyrisht tashmë edhe me frutën e tyre të dashurisë, djalin 8 vjeçar Lian. Me një postim në llogarinë e saj në Instagram, Vesa ndau këtë moment edhe me miq virtual, duke theksuar se ky udhëtim ka rikthyer familjen në të njëjtin vend pas 12 vitesh. Para 12 vjetësh, më datë 12 në orën 12, bëri propozimin më të bukur në botë. Sot, më datë 12/12/24 në orën 12, u rikthyem me frytin e dashurisë në të njëjtin vend, shkroi këngëtarja. Në këtë kohë që flasim, çifti gëzojnë një djalë së bashku, mirëpo pjesëmarrja e Big Bastës në një reality show duket se ka sjell edhe hapin final të krizës së çiftit. Mbetet për tu parë nëse vetë Big Basta do të flasë për këtë ndarje nga bashkëshortja e tij, apo do të zgjedhë që mos të ndajë detaje me publikun.